Jemi rikthyer në studio për të vazhduar me rubrikat e radhës. Do t'jetë një rubrik që ka interes për të gjithë, pasi ku përmendet ekonomia, të gjithë kthejnë kokën. Ndjekim sikletën dhe rikthehemi në studio. Sti i ekonomisë, Enrico Ceko është me ne këtu për të folur për një temë që ka lidhje me ekonominë e të rinjve. Do të japim 7 këshilla, 7 rregulla që duhet të ndjekin të rinjt për të pasur një ekonomi të pavarur, pra për të qenë ekonomikisht të pavarur nga familja. Ne në përgjithësi i kemi përmendur pak a shumë këto rregulla, po jo në një emision të vetëm. Kështu që mendoj që tani është momenti që të japim gjitha këto rregulla në një të përmbledhura, dhe që ata që kanë mundësi të ndjekin, mirë është të ndjekin në mënyrë që të jenë të pavarur. Këto rregulla vlen edhe për tjerët, jo vetëm për të rinjt, por tani jemi në një situatë që të rinjt gjithmonë kanë të, jo po nuk po gjej punë, jo po duhet të integrohem, jo po është koha për të kriju familje, fëmijët, kështu që e mira është që ti trajtojmë pak këto. Në fillim do ta nisim me ciklin e jetës së njeriut. Nga 0 deri në 18 vjeç, je i varur, sepse nuk ke mundësi financiare, nuk je akoma i rritur dhe nuk ke aftësi, njohuri dhe kompetenca për fituar vetë para. Nga mosha 18 vjeç deri në moshën 30 vjeç, ke bërë tentativë për të filluar punë, ndoshta edhe një punë e ke humbur, po kërkon një punë tjetër. Deri në këtë moshë, pagat nuk është se janë të larta, janë pagat ulta. Dhe vetëm një pjesë e të rinjve, shumë pak e të rinjve, kanë mundësi që të hapin biznes. Është mosha 30 deri në 40 vjeç, që po, kjo është mosha që pretendon që të ketë disa të ardhura, ose nëse s'ka të ardhura, shkon të marrë kredi për shtëpi, ndoshta mendojnë për fëmijë, për një fëmijë, ndoshta edhe për fëmijën e dytë. Është dhe mosha tjetër që është deri në 60 vjeç. Mosha 40 deri në 60 vjeç është moshë më stabilizuar. Këta kanë një karrierë, kanë një përvojë pune, kanë krijuar një të ardhura, paga e tyre është më e lartë në krahasim me gjithë të tjerët. Sepse kanë dhe përvojë pune, kanë edhe karrierë, kanë edhe aftësi, njohuri dhe kompetenca më shumë. Dhe pastaj vjen mosha tjetër deri në 80 ose përtej, që është një moshë e cila nuk i ka më fëmijët afër, fëmijët janë larguar, kanë krijuar familjen e tyre dhe gëzojnë pensionin. Tani disa edhe angazhohen në punë. Disa dhe angazhohen. Tani në bazë të këtij cikli jetës njeriu duhet kemi parasysh rregullin kryesor financiar që pavarësisht se në çfarë stadi të ciklit jetës jemi, si duhet i shpërndajmë paratë. 50% e parave janë për gjërat që janë të domosdoshme, të jetës përditshme. 20% e parave janë për gjëra që duhen, për dëshira, 20% e parave shkojnë për investime, dhe 10% kush ka mundësi shkojnë edhe për gjëra luksi, gjërat shtrenjta. Kjo është ndarja. Ti mund ta ndash të 10% për gjërat shtrenjta, po nëse je çik i zgjut e ndan, po nuk e shpenzon, e çon për investime. Tani është ndryshe një njeri që është 40 vjeçar, që është edhe i martuar, sepse është edhe paga e bashortit, pra janë 2 paga. Janë 2 paga, po janë më shumë shpenzime. Dhe ndryshe është një njeri që është 30 vjeçar që ka një pagë, që nuk është ende i angazhuar. Pra kur themi 50% e pagës, këta janë 2 paga. Ti zëm pagat sikur janë nga 1000 euro. 50% që është 1000 euro. Gjërat e domosdoshme. Pra del për të paguar qiran, nëse nuk e shtëpi, për të paguar dritat, për të paguar ujin, për të bërë pazar. Kurse ky që është i pa angazhuar me pagën 1000 euro e kanë çik të vështirë që të përballojë edhe qiran dhe tjerat kur është i vetëm. Prandaj edhe njerëzit tani kanë kriju këtë metodën, jo po angazhohen kështu gradualisht. Kjo moshë deri në 30 vjeç, bie edhe çik më shumë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vendet e tjera të Evropës. Shikojmë që janë më të atashuar tani me familjen, e kanë më të vështirë që të largohen nga familja për shkak edhe të vështirësive ekonomike. Në Itali, për shembull, mosha mesatare e shkputjes nga familja për djemt është 39 vjeç, kurse për femrat është 34. Sidomos në pjesën e jugut të Italisë. Veriu është çik më ndryshe, po.
si do kjo ka ndodhur që mbas pandemisë edhe në vazhdim të krizave. Megjithatë në Shqipëri është edhe pjesë e kulturës që jemi më të madje jo vetëm 39, po një nga fëmijët e familjes mund të qëndrojë gjithë jetës. Dhe kjo është një vlerë për sa i përket përkujdesjes ndaj prindërve. Tani e rëndësishme është kuptojmë rregullin e numrit 72. Sepse ky rregull shpjegon çfarë mundësish kemi në jetë. Çfarë thot rregulli numri 72? Nëse numri 72 e pjesëton me përqindjen e rritjes së të ardhurave, shifra që del është vitet që të duhen ty për 2 fishu të ardhurat. Pra nëse ty të rritet rroga 3% çdo vit, edhe e ke rrogën 1000 euro, 72 pjesëtim për 3, sa bën? 24. Do me thënë ti mbas 24 vjetësh do e bësh rrogën 2000 euro. Dhe kur t'jetë bërë 2000 euro, inflacioni... Pa tjetër se... Inflacioni bën të vetëm... Në qofë se të rritin të ardhurat 4%, kjo shkon 18. Në qofë se të ardhurat rritin 6%, kjo shkon 12. Pra duen 12 vjetë që të bëhet rroga ty nga 1000 euro, 2000 euro. Pra rroga nuk del. Më gjithë ditët e sotme po është... pak njerëz bazohen vetëm tek një rrogë. Po. Çfarë do thot rregulli numri 72? Që njerëzit duhet bëjnë përpjekje që të mos bazohen vetëm te një punë, te një rrogë, por të kërkojnë edhe mënyra tjera ligjore për të shtuar të ardhurat. Atëherë, kur flasim për këtë, që kjo është periudha për cilën ty të 2 fishon të ardhurat, ti duhet tentosh që ti kesh të ardhurat 10%, 20%. Po të ardhurat 10% dhe 20% nuk t'i jep puna e thjeshtë. Kështu që duhet fitosh aftësi njohuri dhe kompetenca që të kesh një punë më të mirë. Pra, ti mund t'jesh këtu. Për të kaluar këtu në fazet e tjera të ciklit jetës, ti duhet investosh te vetja. Do përpiqesh të hapësh një biznes të tjera. Çfarë thot tani rregulli tjetër, që është rregulli i investimeve? Pra e përmendëm këtë 20%. Investimet për të bler rroba, marrim që ta kuptojnë dhe njerëzit. Nëse ti shkon që të blesh një palë këpucë, 10.000 lekë. E ke fiksuar atë që do ta blesh 10.000 lekë këpucën? Shkon te dyqani, përpiqu të gjesh një këpucë që është më e lirë. Shko te 6.000 lekësh. Mbasi e bleve këpucën 6.000 lekë, atë 4.000 lekëshin që nuk e harxove, hap një kuti kursimi dhe futet e kutia e kursimit. Jo ta thush që fitova unë edhe 4.000 lekëshin ta bëj gjë tjetër. E vërtet. Dakor? Ky është një yçkël, një trik i vogël që njerëzit të cilët e kanë vendosur në kokë që të kursejnë e ndjekin. Kjo në fakt ndodh edhe me le të themi kartmonedat e mëdha. Është ajo që nuk e di nëse të ka rastisur ta dëgjosh që po u thye për shembull 5.000 lekësh. Po u thye iku, sepse është ajo kur i shohim si të vogla, na duken sikur janë për përdorim të thjeshtë, po edhe për gjëra që ndoshta edhe s'na duhen, po hajti blejmë se kështu që njëjta gjë vlen edhe ndoshta për kusurin, se në këtë rast është për pjesën e mbetur të. Rregulli më i rëndësishëm, sidomos në ditët tona, është rregulli i qiras. Pra, në momentin që ti merr pagën, flasim për ata që janë me pagë, edhe që nuk kanë mundësi që të blejnë shtëpi për momentin. Rregulli i qiras thotë, në momentin që morë pagën, do ndash sa bën qiraja, sa bën drita ta vërsit dhe sa bën uji, se këto janë detyrimet. Dhe pastaj të lindet drejt aty nga rroga jote që të fillosh të bësh penzime të tjera. Në rregull. Është gjëja më e rëndësishme. Rregulli i sat ishte ky? Kjo është rregulli i tretë. I tretë, vetëm duhet t'japim me shumë ritëm se kemi shumë pak minuta. Rregulli i mirëmbajtjes së mjeteve dhe pajisjeve. Pra, ne tani jemi në një epokë të teknologjisë informacionit, na duhet celular, na duhet në një kompjuter në shtëpi, kemi kondicioner, kemi frigoriferin, televizorin, patjetër. Imagjinoni një kondicioner që nuk pastrohet për 5 vjet me radhë. Do ta heqësh, do e blesh i ri. Në një kohë që po ta mirëmbash çdo vit, me pak para, ai mund të shkojë edhe më shumë. Pra përkujdesja për çdo pajisje është shumë e rëndësishme. Edhe jo të ndikohemi ndoshta nga trendet, nga viralitetet për të bler diçka vetëm sepse nuk është e thënë që të kesh laptopin më të shtrenjtë, nuk është e thënë të kesh celularin më të shtrenjtë kur ti vetëm flet edhe çon mesazhe. E vërtet. Po, mund ta blesh celularin e shtrenjtë, po kur duhet. Kur e ke të domosdoshëm për pjesën e punës. Rregulli tjetër është rregulli i fondit të emergjencës. Unë jo më kote përmenda këtë 10%-shin
e mallrave që ne mund të blem mallra luksi. Jo. Ndërtoj një fond emergjence, për shembull, 6-7 muaj, lër një 10% pagës më një anë, që çdo që të ndodhi më mbrapa, pastaj ta kesh të fond emergjence është shumë e rëndësishme, sidomos për to familjet që janë në këtë fazë, që kanë edhe fëmijë të vegjël, kanë edhe shpenzime tjera, është shumë e rëndësishme. Tjetër është fondi i investimeve për pension. E mira është që çdo njeri, përveç se paguon normal, se është në punë, paguon sigurime shoqërore dhe sigurime shëndetësore, 4% e pagës të shkoj për investime që t'i ketë kur të dalin pension, sepse pensioni që merë nuk mjafton. E vërtet. E ndërkohë, Prandaj janë dhe fondet e investimeve, çash 4%. Në qoftë ke rrogën 1.000 euro, 4% është 40 euro. dhe rregulli i fundit më duket? Në fund fare kemi një rregull që është rregulli i investimeve, që pak a shumë çfarë tham ne sot, bëm një rregull si mund të menaxhohen parat dhe si mund të investojnë parat në jetën tonë. Pra kjo 50-20-20-10 funksionon për të gjitha moshat, për çfarë do lloj page që kanë. Normal, ai që ka pagën më të ulët do ngushtohet një çik, ai që ka pagën më të lartë ka më shumë aftësira. Duhet thënë që këto ishin paksa teorike, ishin më të përgjithësuara si informacione, varion nga profesioni, nga fusha, nga kushtet familjare, nga ndihmesa nga persona të afërt, kështu që ndikojnë elementë ndryshëm, por ne dham një linjë që duhet ndjekur. Dhe në mos njëra pika tjetër do të ndikonte drejt për drejt tek mirëqenia e ekonomisë tuaj. Sa më të ulët jetë rroga, aq më shumë duhet ndjekur këto rregulla. E vërtet. Do të mbyllim këtë rubrikë tani, Enrico. Besoj që i dham disa informacione të rëndësishme. Të falenderoj shumë për prezencën tënde në studio. E ndërkohë miq, tani do të vazhdojmë në hapësirat e radhës të emisionit të jetën e linja shkon për Ivën. Unë jam në studio Antoneta dhe do të nisim një herë të flasim sot për mundësitë e shëndetshme që na jep të merremi me aktivitet fizik dhe me disiplina të ndryshme të tij. Me një herë pas sigletës, ne në studio do të jemi me Nina Ristani dhe Markela Alleshin, ato janë në bi dhe janë të dyja instruktore të jogës. Sigleta.